Presionet politike ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri duhet të ndalen. Këtë mesazh dha ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato në një intervistë për Deutsche Welle, teksa theksoi se reforma në drejtësi është një nga arritjet më të larta të vendit. Ne kemi thënë se në të vërtetë gjyqësori dhe sistemi gjyqësor janë bërë më të qëndrueshëm ndaj këtyre sulmeve, edhe pse është një sistem i pavarur. Por, megjithatë, mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyrja politike janë diçka që e shohim me shqetësim. Është diçka që nuk duhet të vazhdojë. Kryediplomati i Unionit në Tiranë komentoi dhe çështjen e fondeve të IPARD-it, ku shpjegoi se vendi ynë nuk i ka dhënë ende siguri Bashkimit Evropian në mënyrë që të marrin parat. Ne nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk kemi të gjithë garancitë e mjaftueshme se parat po menaxhohen siç duhet dhe presim që qeveria shqiptare ta marrë seriozisht këtë. Pra, topi tani është ende në fushën e qeverisë shqiptare për ta vlerësuar këtë raport auditimi dhe për ta siguruar Brukselin se masat që kanë marrë janë të mjaftueshme që ne të rifillojmë ndihmën financiare në kuadër të IPARD-it. Puna e bërë për përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të Unionit për Gonzaton është e mirë, ama nuk duhet të shkelet transparenca. Në këtë kontekst, është gjithashtu e rëndësishme të nënvizohet një gjë, sepse po punojmë nën presion të madh. Por mendoj se është e rëndësishme që të mos e bëjmë këtë në dëm të transparencës, përfshirjes, që miratimi i ligjeve dhe masave të bazohet në një debat të hapur, ku njerëzit të kuptojnë çfarë po bëhet. Ambasadori i BE komentoi dhe vizitën e anëtarëve të Komisionit për punën e jashtme të Parlamentit Evropian në Tiranë. Për Gonzaton, eurodeputetët dhanë mesazhe të qarta për punën që duhet të ndjek Parlamenti ynë.